Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jemi në temën e 17, vazhdimsinë e misionit të ecës në gjurmët profetike, me temën El Imanu wal Islamu wal Ihsan, pra besimi, islami dhe devotshmëria, pra adhurimi i Allahut sikur ta shohësh atë. Allah thot në Kur'anin Kerim, innal ladhina ad-dina inda Allahi al-Islam, vërtet feja e dashur e pranuar tek Allahu është vetëm Islami. Në ajetin tjetër thot Zoti: "Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Dhe kush mohon Allahun, melekët e tij, librat e tij, pejgamberët e tij dhe ditën e Kiametit, ka humbur në një rrugë, në një humbje të qartë të largët. Në ajetin tjetër thot Allahu: "Wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin." Dhe jeni bamirës, pra bëni mirë, sepse Allahu i do bamirësit. Në ajetet e para ka dashur autori na tregoj që feja e pranuar tek Allahu është Islami. Në ajetin tjetër ka dashur na tregoj që Islami dhe imani ndërtohet mbi shtyllat e tij. Dhe shtyllat e imanit janë besimi në Allahun, besimi në melekët e tij, në pejgamberët e tij, në librat e tij, në ditën e Kiametit dhe në kaderin dhe caktimin e Zotit subhanahu wa taala. Ashtu na ka treguar që ihsani përmbledh edhe bamirësinë, por kupton edhe devotshmërinë, adhurimin e Zotit sikur ta shikosh atë. Në hadithin e Umar bin Khattabit, në hadithin e njohur, hadithin e Xhibrilit, قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. Një ditë thot ishim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe na u shfaq një burr thot, i cili i kishte flok shumë të zeza dhe rrobat shumë të bardha. La yura alayhi athru safar, dhe nuk duket tek ai shenja udhëtimit. Wala ya'rifu ahad minna ahadun, dhe askush prej nesh nuk e njehte. Hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, derisa ul tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dhe ul gjunjë me gjunjë përballë pejgamberit alayhi salatu wasalam, wada kaffayhi ala fakhidhi, dhe vuri duart e tij mbi gjunjët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, wa qala ya Muhammad akhbirni an al-islam, o Muhammed më trego çfarë është Islami. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, i thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, al-islam an tashhad an la ilaha illa Allah, an tashhada an la ilaha illa Allah. Islami është të dëshmosh se nuk ka zot tjetër që meriton adhurim veç Allahut. Wa anna Muhammadan rasulullah, dhe se Muhamedi është i dërguari i tij. Wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasum Ramadana wa tahujja al-bayta in istata'a ilay sabila, dhe të falësh namazin, të japësh zakatin, të agjërosh Ramazanin, dhe të shkosh në haxh një herë në jetë nëse ke mundësi. I thot pra ky udhëtari sadaqte, të vërtetën ke thënë. Faqala Umar, dhe than Umeri radhiyallahu, fa'ajibna lahu yasaluhu fa yusaddiqu, u habitëm me të dhe thot i pyet dhe ja vërteton po ashtu si thua ti. Faqal akhbirni anil iman, më trego ç'është imani, besimi. Qali, i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, an tu'mina billahi, të besosh Allahun, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, besosh Allahun, melekët e tij, në librat e tij, pejgamberët e tij, wal yawmil akhir, në ditën e Kiametit, ditën e fundit, wa tu'mina bil qadari khairi wa sharri, dhe të besosh farë në qaderin e Zotit, i mirë apo i keq qoftë. Qala saddaq, i thot të vërtetën ke thënë. Faqala akhbirni an al-ihsan, më trego ç'është ihsani. I thot pejgamberi, an ta'budu Allaha ka'annaka tarah, të adhurosh Allahun sikur një lloj sikur ti ta shohësh atë. Fa lam takun tara fa innahu yarak, nëse ti nuk e shikon atë, është ai që të shikon ty pra. Pra është Allahu që të shikon ty. Pra më pas vazhdon, faqala fa akhbirni an as-sa'a, më trego për shenjat e Kiametit. Qala mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il, ai që pyet nuk di më shumë se sa ai që pyetet për një gjë të tillë. Pra ti nuk e di, as unë nuk e di. Faqala akhbirni an amaratiha, më trego për shenjat e saj. Faqala nabi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, an talida al-amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-urata wal-urata al-'alata ri'a ash-sha yatatawaluna fi al-bunyan, kur robëresha ose kul an talida al-amatu rabbataha, kur robëresha të lindi pronarën e saj. Wa an tara al-hufata al-urata, dhe të kosh një kam zbathurit, të zhveshurit, barinjtë e televe që garojnë për ndërtimin e pallateve e ndërtesave gratë-qielleve të mëdha. Pra, kur nëna
thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të lindi robëreshën e saj. Këtu dietarët kanë thënë që fëmia do ta trajtojë nënën si robëresh. Do të trajtojë nënën si robëresh. Dhe kur shohësh kanë zbathur arabët, dhe kjo më shumë i përnjëson arabët botës islame, pra kanë zbathurit të zhveshurit, barin të deleve që do të garojnë për ndërtimin e ndërtesave të larta dhe grattacielave, dhe kjo është një nga ato shenjë që ka ndodhur, dhe kjo pikërisht më së sakti më shumti mund t'i përshkruhet arabëve të lindjes mesme, të cilët nga njerëz të thjeshtë në shkretë të tir, barin, me një jetë shumë modeste, sot janë bërë më të pasur dhe garojnë për ndërtimin e grattacielave. Dhe kjo tregon një nga shenjat e pejgamberit dhe për sinqeritetin dhe vërtetësinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam si profet dhe i dërguari i Allahut alayhi salatu wasallam. Thumma intalaqa, më pastaj u largua ky person. Falabithtu maliyan, dhe fillova ndetej këto herë një këto kohë. Thumma qala li, më pas më tha pejgamberi alayhi salam, ya Umar, o Umar, atadri man as-sa'il, a di kush është ai që pyeti? Qultu Allahu wa rasuluhu alam, Zoti dhe i dërguari i tij e di më së miri. فقال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم, أي جبريل erdhi ju mësoj juve fen tuaj. Në hadithin e Amr ibn Abasas radhiyallahu anhu, qala rajulun ya Rasulullah. Në hadithin e Amr ibn Abasas, një burr e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, o dërguari i Allahut, mal islamu, çfarë është islami? Pra çfarë është islami? Qala an yuslima qalbuka lillah, që zemra jote t'i dorëzohet Allahut subhanahu wa taala. Wa an yaslama al-muslimuna min lisanika wa yadik, që muslimanët t'jenë të mbrojtur nga gjuha dhe dora jote. Qale ayu l-islami afdal, o i dërguari i Zotit, atëherë çfarë islami është më i miri? Cili islam është më i miri? Qale al-iman, besimi. I thot, wa mal iman, që është besimi? Qal tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al-maut. Imani më i mirë është të besosh Allahun, malaikat e tij, librat e tij, pejgamberët e tij, dhe besimi se jetëm pas vdekjes, ditën e gjykimit. Qala fa ayu l-imani afdal, atëherë cili iman është më i miri? Cili besim është më i miri? Qala al-hijra, të bësh hijret, pra të emigrosh. Qala fama al-hijra, atëherë çfarë është emigrimi, dërguari i Zotit? Qala tahjuru su, të emigrosh, të largohesh nga e keqja. Qala fa ayu hijratin afdal, atëherë çfarë emigrimi? Cili është emigrimi më i mirë? O i dërguari i Zotit, qala al-jihadu, lufta në rrugën e Allahut. Tha wa ma al-jihad, atëherë çfarë është lufta në rrugën e Allahut? Qala an tuqatil al-kufara idha laqitahum, që të luftosh të pafet kur ti përballesh me ta. Qala fa ayu jihadin afdal, atëherë cila luftë është më e mira? Qala man uqira jawaduhu wa uhriqa damu, ai i cili i vritet kali i tij, pra uqira jawadu, pra kali i tij vritet bashkë me kalorsin e vet. Qala Rasulullah, thumma amalani huma, pasaj janë dy punë, të dyja këto afdhul amalin illa man amila bimithliha, janë punët më të mira përveç atij që punon me të njëjtën gjë. Me këto dy punë. Qala hajjatun mabruratun wa umra, haxhi apo umra e pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Pra në këto hadithe tregohet vlera e islamit, shtyllat e tij, vlera e imanit, shtyllat e tij, dhe cila është maja e islamit, dhe koka e saj pra është ihsani, të adhurosh Zotin sikur ti e shikon atë, edhe pse ai nuk shikon, edhe pse ti nuk e shikon atë, është ai që shikon ty. Pra do thotë që zemra jon të jetë prezente në sjellje dhe veprat tona, ditën dhe natën, në vetmi apo kur jemi me njerëz, të fshehur, të dukshëm o të padukshëm në mesin ton, dijeni se Allahu është ai që na mbikëqyr dhe shikon çdo gjë. Dhe lutim Zotin na bëj për këtyre njerëzve që i hapin hakun e ihsanit, adhurimit të Zotit subhanahu wa taala, një lloj sikur ta shohim atë. Assalamu alaikum wa rahmatullah.